Selin e luajti të gjithë lojën shumë bukur dhe nëse keni dëgjuar mirë post Big Brotherin, Selin e pranoi. Do të thënë, Selin tha, unë që kur hyra në momentin e parë në shtëpi, unë në një farë mënyrë i studiova banorët dhe personazhi më VIP brenda kësaj shtëpie ishte Miri. Tani, Selin është 23 vjeç, nuk kupton që është rritur me fotografinë e West Side Family, ashtu siç jemi rritur të gjithë. Dhe për të depërtuar më lehtë në lojë, Selina e kishte hapin më të afërt Mirin. Miri, për mendimin tim, u fasionua, sepse Selina ka një energji të tërheqjes fantastike. Do të thënë është një vajzë që me buzëqeshjen, me karakterin e saj, me natyrën e saj të bën për veten, dhe Mirin e tërhoq kjo gjëja. Dhe Miri ra në atë gropën të Selinës për ta lartësuar imazhin dhe emrin e Selinës. Tani, Selina që në ditën e parë deri në ditën e fundit hyri me krevatin, doli me krevatin. Miri hyri si Miri West Side Family, doli si Miri i krevatit dhe në këtë pikë Selina e përdori. Por, këtu tani do t'i përfshim pak dhe informacionet nga jashtë. Unë mendoj që informacionet nga jashtë ka qenë për të dy. Në qoftë se Miri do të ishte një lojtar i zgjuar, do të kishte kuptuar informacionet, sepse informacionet vinin për të dy. Derisa babai i Selinës bënte luftë me të gjithë produksionin për ta ndarë Selinën nga Miri. Greta hyri me mesazh për ta ndarë Selinën nga Miri. Ono, vëllau i Selinës, hyri me mesazhe në këmishë për ta ndarë Selinën nga Miri. Shëndriti hyri me mesazh të plot për ta ndarë Selinën nga Miri. Atëherë lindën pyetja pse Miri nuk i kuptoi këtë mesazhe që të gjithë bëjnë luftën për ta ndarë nga ai. Çfarë po ndodh jashtë? Unë mendoj që Selina u lartësua në lojë nga në kuris të Mirit si fillim, më pas në Big Brother është shumë e fuqishme një marrëdhënie dashurie, më pas krijoi një lidhje dashurie me Gimbon që e lartësoi dhe më shumë dhe e bëri më të fuqishme. Hyrja e Rogertit, fokusi tek Selina, lufta me Selinën e bën edhe më të fortë. Dhe Selina arriti që të merr trofeun me shumë koklartësi. Unë mendoj që Selinën vetë banorët e faktorizuan, vetë banorët e nxorën fituese dhe vetë banorët e shndruan atë kuinin që Selina thot. Selina është fituese e merituar e këtij Big Brother, sepse të gjithë banorët i kanë dhënë nga pak nga ky çmim i madh që Selina ka marrë.